Përshëndetje. Trauma që na vjen nga brezat është bagazhi emocional që paraardhësit tanë e paketuan aksidentalisht për ne. Është një lloj si të hapësh një trashëgimi familjare, vetëm për ta gjetur të mbushur atë me dhimbje, me kujtime të pasqidhura, që as nuk i ke përjetuar dhe më e rëndësishmja, nuk i ke kërkuar. Megjithatë, vetëm për shkak se është transmetuar për breza, nuk do të thotë se është përgjegjësia juaj ta mbani atë. Në këtë video do të flas për atë që në të vërtetë do të thotë trauma ndër breza dhe më e rëndësishmja si përsëritet ky cikël, si përshtatet ky cikël më saktë. Trauma ndër breza ndodh kur trauma e një brezi të mëparshëm kalon përmes familjes. Studimi i historisë familjare mund të jap të dhëna për burimin e traumës ndër breza. Më shumë studime po dalin për të ndihmuar individ që përballen me trauma ndër breza. Dhe trauma ndër breza është një teori që trauma e përjetuar nga një person në një familje mund të transmetohet brezave të ardhshëm. Nganjëherë quhet trauma historike ose trauma e shumë brezave. Ajo mund të përjetohet nga grupe të caktuara kulturore, racore ose etnike dhe mund të rezultojë në reagime emocionale të sjelljes. Fakti është se kur je fëmijë i dikujt që ka përjetuar trauma të jashtëzakonshme, ato kujtime për fat keq mund të bëhen dhe tuajat. Ndërsa disa individ mund të mos jenë viktima të traumave ndër breza, të tjerë mund të përjetojnë shenja të tilla si depresioni klinik, i shoqëruar me vetbesim të ulët, denjë të cenoheshmërisë, ankthi të pashpjegueshëm, sjellje të irritueshme, agresive, vështirësi në përqendrim, abuzim me substanca dhe probleme në marrëdhënie, makthe të shpeshta, tendenca për vetvrasje dhe ose sëmundje fizike dhe psikologjike. Në librin Kolibri, mesazha nga paraardhësit e mi, Diana Rab shkruan se si gjyshja e saj i mbijetoi luftës së parë botërore dhe babai i saj i mbijetoi luftës së dytë botërore. Trauma që ata përjetuan ju përcoll pasardhësve të tyre dhe është shfaqur në mënyra të shumta. Për shembull, gjyshja ime, thot shkrimtarja, mbeti jetim në moshën 11 vjeçare gjatë luftës së parë botërore dhe dhimbja e kësaj mbeti derisa ajo vdiq. Jo vetëm që përfundoi duke i marrë jetën kur ishte në të 6 jetat e saj, por vajza e saj, me thënë nëna ime, luftoi me depresionin gjatë gjithë jetës së saj. Mëtej shkruan se familja ime nuk foli kur për traumat e tyre, por unë kam ëndërruar shpesh për to, gjë që sinjalizon se trauma e tyre që jeton diku brenda meje. Në studimin e saj të vitit 2001, neuroshkencëtarja dhe ekspertja e traumës Rachel Youd zbuloi se paraardhësit e rritur të mbijetuarve të Holokaustit treguan nivele të dukshme më të larta të traumës së fëmijëve të vetë raportuara se sa subjektet e krahasimit demografik të përgjithshëm. Pretendimi i Youdës, pra shkrimtares, është se kjo është për shkak se paraardhësit e të mbijetuarve të Holokaustit shfaqnin shenja të PSD, pra të çrregullimit post-traumatik. Studimi gjithashtu arriti në përfundimin se të mbijetuarit e Holokaustit mund të minimizonin sfidat e lidhura me çrregullimet post-traumatike që hasnin pasardhësit e tyre, sepse ata e krahasojnë atë me vojtet e tyre. Shumë studime po shfaqen mbi rëndësinë e epigenetikës, se si sjellja dhe mjedisi mund të ndryshojë mënyrën se si funksionojnë gjenet e dikujt. Dhe ne tani e dim se ka një lidhje midis traumës prindërore, para konceptimit dhe ndryshimeve epigenetike që janë të pranishme si tek prindi, ashtu dhe te familjet e tyre. Stefan Fu, një ish producente për This American Life, rëfen se ka pasur shumë sulme paniku pas derës së mbyllur të zyrës së saj. Në kujtimet e saj, Fu shqyrton se si ajo
u braktis nga prindit e saj pas viteve të abuzimit dhe se si arriti sukses ajo kur u diagnostikua me çrregullim post-traumatik, çrregullim kompleks madje. Një grup simptomash që lidhen me një sër ngjarjesh traumatike që ndodhin gjatë shumë viteve. Përmes ulëmtimeve të saj mbi emigrantët, ajo ka lindur Malajzi dhe është me origjinë aziatike, zonja Fu tregon se si trauma mund të trashëgohet në përbreza. Nga përvoja e saj, ajo na thot se nuk ecim përpara nga trauma, por mund të mësojmë të lëvizim më me hi e shi. Një doktor tjetër, një doktor Shpill, zbuloi se ka rritje të incidencës së psikopatologjisë kur trauma prindërore është e pranishme. Kjo mund të rezultojë në varësi jo të shëndetshme dhe lidhje jo funksionale. Studiuesit arrin në përfundimin se trauma prindërore ka një ndikim negativ në varësinë ndërpersonale të brezave të ardhshëm, duke nxitur një tendencë për të distancuar nga marrëdhënie të ngushta. Studimet kanë treguar se deri në 75% e fëmijëve përjetojnë një formë të ngjarjes stresuese të jetës para moshës 9 vjeç. Këto përvoja negative të fëmijës ndonjëherë mund të çojnë në rezultate negative afatgjata. Grupet mbështetëse mund të ndihmojnë prindërit dhe fëmijët në këto situata fatkeqësie dhe të afrojnë aftësi dhe mjete për t'i ndihmuar dhe për t'i përballuar. Një element kyç është që prindi të kujtojë të shoh fëmijën, ta dëgjojnë atë dhe të dëgjojnë atë që ata thonë në vend që atyre të mos e vërtetojnë dot me ndjenjat e tyre. Përsëri doktor Fur, për shembull, sugjeron që të mësojmë fëmijëve të emërtojnë dhe të njohin ndjesitë fizike, ashtu si u mësojmë historinë edhe anglishtën në shkollë. Për shembull, kur gjoksi i tyre shtrëngohet, ndoshta do të thotë se janë nervoz. Gjatë rrjedhës së jetës sonë, momente të vështira nga fëmijëria ose ngjarje të vuajtshme nga paraci tanë mund të na shkaktojnë dhe të ndjehemi keq, papritur. Shpesh ne nuk do të kuptojmë as rrënjët e shkakut, derisa të shqytojmë përvojat tona të së kaluarës dhe të dëgjojmë historitë e gjeneratave të mëparshme. Çdo situatë vjen me historinë e vet dhe duhet të trajtohet rast pas rasti. Do t'ju tregoj disa strategji të dobishme. Mësoni rreth historisë së familjes suaj dhe eksperiencës së traumave e riancat. Angazhoni në aktivitete të vetë kujdesit. Managjoni stresin ose zemërimin që mund të jetë i lidhur me historinë e familjes suaj. Shkruani ndjenjat tuaj, shkruajini. Angazhoni në një praktikë të përditshme meditimi. Shkoni te një specialist të mësojë se si meditohet. Lidhu me besimet familjare, kulturore, për të marrë me pikëllimin tuaj. Kërkoni ndihmën e një terapisti të trajnuar. Ndërtoni një rrjet mbështetës. Keni dëmshuri për veten dhe për të tjerët. Të gjitha këto sa thash, nëse ju nuk mund t'i kuptoni dot, shikojeni edhe një herë videon. Mund të drejtoheni te një specialist të shëndetit mendor, te një psikolog, që t'u thotë dhe t'u zbërthejë më mirë ato që ju nuk i kuptuat. Megjithatë, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni dhe komente tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të marrë videot që unë jep në kanalin tim. Dhe në videon tjetër, mirë takofshi.